Ai eci drejt e tek ajo. Bishti duke tundur nga dal. Hunda pothuajse prekte cepin e fustanit. Ishte e zezë si nata, me disa qime të bardha në mjekër. I vjetër. I lodhur. Por dashuria në sytë e tij ishte ende si e një qenushi. Donna Ruth ecte nga dal. Një hap dhe ai kolli. Një hap tjetër dhe ndalova të merja frym. Jaka që i varej nga gishti dridhej. Dhe ajo po dridhej edhe më shumë. Pothuajse mbaroi Neguino. Vetëm edhe pak, tha ai, me zërin që i plasaritej nga brenda. Neguino mendoi se ishte thjesht një udhëtim tjetër për rreth bllokut. Si çdo ditë. Por ajo e dinte që nuk ishte. Shtegu ishte bërë prej argjile dhe plot me barë të larë. Larg, një portë e ndryshkur që askush nuk e hapte më. Ishte atje, vite më parë, që ajo e gjeti të braktisur në një çanë. Ligëtohuni. Duke qarë butësisht. Ai e çoi në shtëpi, i dha qumësht në një disk dhe e quajti Neguino për shkak të leshit të tij të shndritshëm. Që atëherë, ai nuk u largua kurrë nga krahu i saj. Unë fjeta në fund të shtratit. Ajo lehte kur kolliste. Ajo shtrihej me fytyrën nga dera kur gjoksi i dhemte aq shumë sa nuk mund të ngrihej. Ajo fliste me të më shumë se sa me njerëzit. Dhe ai dëgjoi me sy. Gjithmonë me sy. Por tani, trupi i saj po dorëzohej. Ilaçi nuk kishte asnjë dobi. Nuk kishte mjek. Njerëz as për të vizituar. Dhe ajo vendosi. Ai vendosi të bënte atë që mendonte se ishte e drejtë. Lëreni të lirë. Përpara se ajo të largohej. Arriti te porta. U ndal. Neguino u ul pranë tij, me gjuhën jashtë dhe bishtin që rrite lehtë. Sikur të thoshte, atëherë, mami, ku po shkojmë tani? Ajo e shikoi atë. Dhe ai filloi të qante. Më fal. Nuk e kisha ndërmend. Vërtet nuk e kisha ndërmend. Zëri u thye, u fundos, u thye. Ai e hoqi jakën. Ai e hodhi në dy sheme. Neguino shikoi jakën. Pastaj për të. Pastaj ai ju afrua 2 hapa më shumë. Ngadal. Kokën poshtë. Jo. Bërtiti ajo. E dobët, por dhimbte më shumë se një britme e vërtetë. Shko. Ik. Gjej dik më të mirë se unë. Djali i vogël me ngjyrë ndaloi. Ai shikoi. Ai u ul. Ai u shtri. Ishte lënë. Ajo i ktheu shpinën. Këmbët i dridheshin aq shumë sa gati ra. Por ishte. Ai u largua pa shikuar prapa. Sepse nëse do të shikoja do të kthehesha përsëri. Neguino qëndroi atje. Hunda midis putrave. Vështrimi në boshllëk. Asnjë lehje. Pa vrapuar. Pa kuptuar. Ose ndoshta duke kuptuar gjithçka. Neguino mbeti në të njëjtin vend. Në anë të rrugës. Duke u shtrirë. Duke pritur. 2 ditë kishin kaluar tashmë. Ai nuk hëngri. Ai nuk lehte. Ai e ngriti kokën vetëm kur dëgjoi një zhurmë nga thellësia e pyllit. Por nuk ishte ajo. Ajo nuk u kthye. Në shtëpi, as zënie. Ruth nuk hante. Kolla u përkeqësua. Ajri po mbaronte më shpejt. Forca në këmbët e mia ishte zhdukur. Tani e kalova gjithë ditën shtrirë duke shikuar tavanin. Dhe duke e kujtuar atë. Djalosh i vogël me ngjyrë. Shtrati dukej më i madh pata atje poshtë. Heshtja në shtëpi ishte e rëndë. As zhurma e bishtit që godet tokën. As zhurma e frymëmarrjes së tij nga dera. Asgjë. Ajo i mbylli sytë dhe e pa atë ende një këlysh qenush, duke vrapuar pas pantoflave të tij, duke lëpir pjatën, të shtrirë mbi qilimin e grisur në dhomën e ndenjes. Isha mizore, përshpëriti ajo një herë, vetëm. Dhe ai qau. Neguino po qante gjithashtu. Jo me lot, por me trup. Koka ulur, sytë e lagur, mënyra e pritjes, edhe pa e ditur se çfarë. Një djalë kaloi pranë me biçikletë dhe i hodhi një bukë të thatë. Ai nuhati por nuk hëngri. Ditën tjetër, një makinë bëri borim. Ai u ngrit shpejt duke menduar se ishte ajo. Por nuk ishte. Ai u ul përsëri. Ai priti përsëri.
dhe ajo, nga ana tjetër, kujtonte mënyrën se si ai e shtypte hundën pas dorës së saj kur I vinte dhimbja. Sikur donte të thoshte jam këtu, mami, prit edhe pak. Por tani ai nuk e kishte më atë. Radioja mbeti e fikur për ditë të tëra. Televizori nuk ka zë. Vetëm kolla e saj mbushte shtëpinë. Dhe koha kalonte ngadalë, sikur zvarritej bashkë me peshën që mbante në gjoks. Natën, ajo thiri butësisht, pothuajse pa e kuptuar, djaloshi I vogël me ngjyrë. Djaloshi I vogël me ngjyrë. Sikur të mund të dëgjonte. Dhe ndoshta do të dëgjonte. Sepse edhe nga larg, bishti I tij lëvizte shumë pak kur linte hëna. Sikur kujtesa e saj fryu një herë aty ku ishte ai. Ditën e tretë, zënëje. Ruth u përpoq të ngrihej. Doja të shkoja ta merrja. Doja të kërkoja falje. Por ra në dyshemen e dhomës së gjumin. Ai qëndroi aty për orë të tëra, pa forcën për të thirrur askën. Po merrja frym ngadalë, me sytë e ngulur te dera. Duke pritur që ai të ecë nëpër të. Por ai nuk erdhi. Jo ende. Në rrugë, qeni ushtri në të njëjtin vend. Dhe unë prita. Në shtëpi, gruaja e moshuar ishte shtrirë në të njëjtin dyshe. Dhe unë shpresoja gjithashtu. Dy zemra, të ndara nga disa kilometra, që rrahin ngadalë. Një mungon. Tjetri, duke u ndjer fajtor. Dhe të dy duke ndjer dashuri. Edhe pa u parë me njëri tjetrin. Trupi I saj nuk po reagonte më siç duhet. Ethet erdhën e ikën. Gjoksi bëri zhurmë. Kolla më shjeu nga brenda. Atë mëngjes, zënije. Ruth nuk mundi të ngrihej nga shtrati. Ai shtrihej në krah, me sytë hapur por bosh. Çarçafi I u ngjit trupit të djersitur. Ai u përpoq të telefononte dik, por zëri I tij nuk dilte. Vetëm një frymëmarrje e ngjirur dhe e dobët që u zhduk në ajër. Jashtë, dielli po linte ngadalë. Dhe atje në anë të rrugës, Neguino ngriti kokën. Ai e kishte kaluar natën atje, I strukur midis shkëmbinjve dhe shkureve. Nuk fjeta më. Por atë mëngjes, ai u bë I shqetësuar. Ai nuhati tokën. Ai nuhati erën. Dhe pastaj, ai u ngrit. Pa nxitim. Pa një drejtim të qartë. Por me një qëllim që vetëm ai dukej se e kuptonte. Ai filloi të ecte. Putrat e lodhur shkelen fort mbi tokën e nxehtë. Gjuha jashtë, hunda e ngritur. Sikur po kërkonte diçka. Ose dikush. Ai kaloi pranë një burri te porta. Burri hodhi një copë mishi. Ai as nuk shikoi. Ndiqur. Ai kaloi pranë një shtëpie me fëmijë që luanin. Një vajzë u përpoq ta telefononte. Ai as nuk u përgjigj. Ndiqur. Në qytetin e vogël, njerëzit filluan ta vinin re. Shikoni qenin e zonjës Ruth. Hej, ai u zhduk disa ditë më parë, ku po shkon kështu? Por ai nuk u ndal. Donna Ruth, atje në shtrat, filloi të merrte frymë ndryshe. Syt I shkreptinin ngadalë, sikur po përpiqej të qëndronte aty. Diku, brenda mendjes së saj, një kujtim, Neguino duke tundur bishtin, duke kërcyer në prerin e saj, duke I lëpir dorën. Dhe pa pritmas, një lot I rrjedhi nga cepi I syrit. Vetëm. I heshtur. Neguino kaloi pranë furrës së bukës, kishës dhe farmacisë. Ai u ndal vetëm kur pa ndërtesën e bardhë të spitalit. Ai I anguli syt. Porta ishte e mbyllur. Por ai qëndroi atje. Ulur. Gjoksi ngrihet dhe ulet ngadalë. Syt të fiksuar brenda. Sikur ta dinte. Sikur e ndjeu. Brenda, zënëje. Ruth po kujdesej për të. Një fqinj që vuri re mungesën e saj trokiti në derë, hyri brenda dhe thiri ndihmë. Arriti në kohë. Por mezi. Ndërsa infermieret nxituan drejt saj, ajo u dridh me sytë gjysmë të hapur. Dhe për herë të fundit atë ditë, ai pëshpëriti, djaloshi I vogël I zi. Në rrugë, qeni ushtri para portës së spitalit. Ai e futi kokën midis putrave. Dhe priti. Edhe një herë. Donna Ruth ishte shtrirë. I qetë. Maska e oksigjenit I ambulonte fytyrën. Syt hapeshin e mbylleshin ngadalë, sikur çdo mbyllje e syve kushtonte forcë. Infermierja I rregulloi me kujdes çarçafët. Është e qëndrueshme.
Për momentin, i tha ai askujt. Por trupi i saj thoshte diçka tjetër. Gjoksi u ngrit ngadalë. Lëkura e ftohtë. Gojë e thatë. Dhe syt ishin tashmë larg. Te porta e spitalit, Neguino ishte ende aty. Pa ngrënë. Pa lëvizur. Unë po prisja. Dikush vuri re. Ai që ka qenë aty që herët e ke parë? Është e zonjës Ruth. A mund të jetë? Një infermiere doli dhe shikoi. Qeni ngriti kokën. Syt e tij u ngulën mbi të. Ajo hezitoi. Pastaj i foli portierit. Lëre të hyj. Shko. Vetëm pak. Siguri? Absolutisht jo. Por shikojeni atë. Porta u hap. Neguino hyri ngadalë, sikur ta dinte rrugën. Ai u ngjit në rampë, eci nëpër korridore. Askush nuk tha asgjë. Ata thjesht u larguan. Dhoma e zonjës Ruth ishte e fundit. Kur arriti te dera, u ndal. Dhoma ishte e heshtur. Vetëm zhurma e makinave. Dhe frymëmarrje e dobët. Ajo hapi syt. Shumë ngadalë. Ai pa figurën e errët që qëndronte te dera. Dhe për herë të parë pas disa ditësh. Syt e tij ndriçuan. Hyri një djalë i vogël me ngjyrë. Ngadalë. Asnjë zhurmë. Ai shkoi në shtrat. Ai e mbështeti hundën mbi çarçaf. Ajo lëvizi dorën me mundim. Ai kërkoi në ajër. Dhe ai e gjeti atë. Majat e gishtave të saj i prekën hundën. Jashtëzakonisht i jashtëzakonshëm. I dobët. Por i gjallë. Ai mbështeti kokën në dorën e saj. Ai i mbylli syt. Dhe ashtu bën edhe ajo. Infermierja qëndronte te dera. Një lot i rrjedhi në fytyrë. Koha ndaloi aty. Për disa minuta nuk kishte më spital. Nuk kishte dhimbje. Nuk kishte braktisje. Ishin vetëm ata të dy. Së bashku. Përsëri. Në fund. Neguino i vuri putrat në buzë të shtratit. Ai u shtri me kujdes. Koka e tij mbështetet mbi shpatullën e saj. Ajo merrte frymë ngadalë, pothuajse asgjë. Por ai po buzëqeshte. Një buzëqeshje e lehtë. Pothuajse i padukshëm. Sikur më në fund të kishte pushuar. Dona Ruth u largua në agim. Asnjë zhurmë. Pa dhimbje. Me qenin ende të shtrirë pranë saj. Infermierja tha se ishte kështu, ajo mori frymë thellë. Pastaj edhe një herë. Dhe u ndal. Neguino nuk lëvizi. As kur i fikën makinat. As kur e mbuluan trupin me çarçaf. Qëndroi aty. Koka mbështetur në gjoksin e saj. Sikur ende mund ta dëgjonte zemrën e tij. Të nesërmen, trupi u çua në varrin e vogël në faltoren e qytetit. Vetëm 3 persona u paraqitën. Një fqinj. Vajza në farmaci. Dhe njeriu i radios. Por Neguino vazhdoi. Ambulanca u ndal. Ai u hodh brenda. U shtri pranë arkivolit. Dhe nuk doli më kurrë. Lulet ishin të thjeshta. E bardhë. Disa tashmë ishin vyshkur. Kapaku i arkivolit ishte i hapur. Fytyra e saj ishte e qetë. Sikur po fle. Neguino qëndroi atje. Duke u shtrirë. Gjatë gjithë kohës. Kur fqini u përpoq ta largonte për të mbyllur kapakun, ai gromëriu lehtë. Jo i zemëruar. Në dhimbje. Kështu që ata u larguan. Vajza në farmaci u prek shumë. Ai qau. Punonisi i radios bëri një foto. Ai tha se do ta tregonte historinë. Por Neguino nuk donte vëmendje. Nuk doja asgjë. Unë vetëm e doja atë. Dhe qëndroj aty. Pa ngrënë. Pa pirë. Pa lëvizur. Nata ka ardhur. Njerëzit u larguan. Ata i fikën dritat në kapel. Por ai qëndroi. Bishti është i palvizshëm. Syt e mbyllur. Frymëmarrje e qetë. I shtrirë pranë arkivolit. Ashtu si që bënte në shtratin e saj. Si që bëja në ditët e ftohta. Ashtu si që bënte kur ajo qante.
Dhe atje, në atë dysheme të ftohtë, mes aromës së luleve dhe drurit, ai I tha lamtumir dashurisë së vetme që kishte njohur ndonjëherë. Askush nuk e pa të largohej. Të nesërmen në mëngjes, arkivoli ishte tashmë I mbyllur. Por një lule e kuqe, e shtrirë në tokë, kishte gjurmë putrash pranë saj. I lagësht. I heshtur. Si lotët.